Shkurtoni fjalimin dhe zvogëloni shpresat tuaja. Le të thellohemi në urtësinë e thellët që fshihet pas kësaj deklarate dhe të shqyrtojmë rëndësinë e saj në dritën e Kuranit. Këshilla e Imam Aliut për të reduktuar fjalët dhe për t'i shkurtuar shpresat tona shërben si një prokujtesë për muslimanët mbi rëndësinë e moderimit dhe ekuilibrit në jetët tona. Kjo na mëson rëndësinë e zgjedhjes së fjalëve me urtësi dhe shmangjes së bisedave të panevojshme. Kurani e mbështet këtë udhëzim në surën Isra ajeti 36, ku Allahu thot: "Dhe mos u përpiq për atë për të cilën nuk e dije, vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra për të gjitha këto njeri do të pyeten." Duke e reduktuar fjalimin ton, mund të shmangim përfshirjen e biseda boshe dhe përhapjen e thashëthemeve ose gënjeshtrave. Kurani thekson rëndësinë e të folurit të së vërtetës dhe shmangjes së të folurit të rrem. Në surën Huxhurat, ajeti 6, Allahu thot: "O ju që keni besuar, nëse ndonjë njeri i pandershëm ju sjell ndonjë lajm, hulumtojeni atë, që të mos i bëni dëm ndonjë populli nga padituria dhe të pendoheni për atë që keni bërë." Për më tepër, Imam Aliu na këshillon që t'i shkurtojmë shpresat tona. Kjo nënkupton që nuk duhet të kemi prirje jo reale ose të tepërta në jetë. Në vend të kësaj, duhet të përqendrohemi në momentin e tanishëm dhe të përpiqemi për qëllime të arritshme. Kurani e mbështet këtë ide në surën Kaf, ajeti 46, ku Allahu thot: "Pasuria dhe fëmijët janë vetëm zbukurim i jetës së kësaj bote, por veprat e mira të vazhdueshme janë më të mira si shpërblim nga Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë." Duke i shkurtuar apo paksuar shpresat, ne mund të shmangim zhgënjimin dhe dëshpërimin kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të kemi aspirata ose ambicie, por përkundrazi, që ne duhet t'i përshtasim shpresat tona me udhëzimin e Allahut dhe mësimet e Islamit. Ne duhet të përpiqemi për sukses në këtë botë dhe në botën tjetër, duke kërkuar kënaqësinë e Allahut mbi të gjitha. Këshilla e Imam Aliut për të reduktuar të folurin ton dhe për të shkurtuar apo paksuar shpresat tona shërben si një prokujtesë për muslimanët për rëndësinë e maturisë dhe ekuilibrit në jetën tonë. Duke folur më pak dhe me qëllim, ne mund të shmangim konfliktet dhe keqkuptimet e panevojshme. Duke shkurtuar shpresat tona, ne mund të mbetemi të përqendruar në qëllimin përfundimtar të arritjes së kënaqësisë së Allahut dhe të përpiqemi për sukses si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Allahu na dhën urtësinë për të zbatuar mësimet e Imam Aliut në jetën tonë dhe na udhëzoft në rrugën e drejtësisë.